që nëse nuk ka marrëveshje mund të shkojmë prapë në zgjedhje. Dëgjani, zoti Dehari nuk mund të jetë interpretues i marrëveshjes, ai është aty vetëm për të interpretuar rregulloren e kuvendit. Rregulloria flet për subjektin e parë politik, kushtetuta flet për subjektin e parë politik që i takon e drejta e nominimit dhe kush s'pja mohon, as po i kërkojnë pushtet, po ju thojnë ftoni seancën, kryeni obligimin ligjor, formoni, krijoni institucionet e reja të vendit. Në 2025 e pash një deklaratë Albin Kurtit në fushat tek sa deklarohej që kuvendi është i deputetëve. Pse sot deputet nuk lejohen ta kryjnë funksionin e tyre? Pse sot në vitin 2026 deputetëve të zgjedhur ju mbyllet dera e kuvendit? Dhe pastaj të formohen organet e kuvendit e pastaj që ke gjithë mundësinë, tash e ke edhe një parti me cilën ti mund të negociosh, kush po t'i nal negociatat, kush po të pengon. Ke edhe një parti e cila me vullnet lirë, po do të ti kontriboj zgjedhjes së presidentit. Pse s'po vjen me kry detyrën tone kushtetuese? Pse po i bllokon institucionet? As është sot bizare, as është sot jashtë çdo etiket një shteti normal, ky stagnim dhe ky bllokim e ky bojkot që Albin Kurti e bën ndaj institucioneve të Republikës. Të njëjtit unë e di që janë sjell edhe në faza tjera të opozitbërjes me kaq pa përgjegjësi, por sot ata kanë peshën, duhet ta kenë peshën e përgjegjësisë në raport me pushtetin që ua ka dhënë qytetari i Republikës. Njerëz që janë tu e shiku parlamentin dhe zhvillimet politike si me jetu me një shtet janë shtetin e tyre. Kosova sot është pa zot shtëpie, Kosova është sot në sankcionim të institucioneve të saj, jo Kosova e qytetarët, por Albin Kurti dhe partia që sot është në pushtet, por refuzon t'i zbatoj vendimet, aktgjykimet, kushtetutën dhe merreni me mend çfarë ndodh sot me një shoqëri ku nuk funksionojnë rregullat.